Është herë e parë që grumullohemi kaq ditë stërvitje për të kryer një ndeshje. Mendoj që kemi një grup shumë të mirë. Na kanë ardhur lojtarë të rinj, le të themi, për herë të parë, siç është Hasani, që vjen nga jashtë, Hasani, Gojani dhe Dibrani, që janë lojtarë goxha cilësorë dhe do të ndihmojnë shumë këtë ekip. Janë përshtatur mirë me grupin, do të kemi ide shumë të qarta, do të jemi shumë të saktë në ndeshjen me Uzbekistanin, sepse janë shumë ditë që stërvitemi dhe e njohim shumë mirë njëri tjetrin, e kanë kuptuar shumë mirë skemat ose taktikat tona, idetë tona, dhe për këtë jam shumë i kënaqur. Uzbekistani është një ekip i mirë, një ekip që duhet vlerësuar dhe respektuar. Ne e pam partien ndeshje me Rusin këtu në Antalya, u mundun 2-1, po ishin gjatë gjithë kohës, ishin lojë, e parazuan rezultatin 1-1, ishte ekip shumë i fortë, ne e kemi vlerësuar shumë, nuk diskutohemi që ne jemi favoritë të ndeshjes, do ta kemi lojën kontroll, do mundohemi të bëjmë ato gjëra që kemi bërë gjatë gjithë javës së stërvitje dhe jam shumë i sigurt që do të dalim me shumë sukses.